Erat e fuqishme kanë goditur Francën dhe Britaninë e Madhe, ndërsa stuhitë Eli dhe Goreti përparuan me shpejtësi në Europën veriore, duke lënë qindra mira familje pa energji elektrike në kushtet e temperaturave të ulta dimërore. Parashikuesit e motit nga Britania e Madhe deri në Gjermani u bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë brenda, duke lëshuar paralajmërime të shumta për motin e keq, përfshirë dhe alarmin e rrallë maksimal nivelin e kuq për erat. Rreth 380.000 familje kanë mbetur pa energji elektrike në Francë. Shumica muese në rajonin verior të Normandis, njoftoi kompania e shpërndarjes së energjisë Enedis. Ndërkohë, raportohet se rreth 65.000 familje kanë humbur energjinë elektrike në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas autoriteteve, shtrëngatat kanë rrëzuar pemë në disa rajone ku të paktën njëra prej tyre ka rënë mbi ndërtesat e banimit në rajonin Seine maritime të Francës, pa shkaktuar të lënduar. Hekurudhat kombëtare të Britanisë së Madhe njoftuan se shërbimet hekurudhore do të preken për gjatë 2 ditëve të ardhshme dhe u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin udhëtimet, përveç rasteve të domosdoshme. Shkollat kanë mbetur të mbyllura në Francën veriore, ku paralajmërimet për mot ekstrem janë lëshuar në 30 rajone të tjera. Strehoni veten dhe mos përdorni automjete, përdorni prefekturat e Manches në platformën X, duke kërkuar banorëve të përgatisin ndriçim emergjence dhe furnizimin me ujë të pishëm. Kushtet ekstreme të motit në Europë kanë shkaktuar të paktën 8 viktima. Policia në qytetin shqiptar në Durrës kanë nxjerrë edhe trupin e një burri nga ujërat e përmbytura, pasditësh me rreshje të dendura dëbore dhe shiu në të gjithë Ballkanin. Në Gjermani, rreshjet e dendura të dëborës dhe erat e forta në veri pritet të ndikonin në shkolla, spitale dhe lidhjen e transportit. Sipas shërbimit meteorologjik gjerman, në veri mund të bien deri në 15 centimetra dëbor, ndërsa në jug ekziston rreziku i formimit të akullit në rrugë. Disa rajone kanë mbyllur shkollat, përfshirë qytetin verior Hamburg dhe Bremen. Në Hamburg, moti i keq ka shkaktuar tashmë vonesa dhe anullime të rrjetit në transportin publik. Kompania kombëtare hekurudhore Deutsche Bahn paralajmëroi për vonesa të konsiderueshme në ditët në vijim dhe ka angazhuar më shumë se 14.000 punonjës për të pastruar dëborën nga shinat dhe platformat.